ditën e 8/10, jo vetëm sepse kërkesat tona nuk janë plotësuar, po për fat të keq ato shtohen dita ditës. Një nga argumentet kryesore që ka përdorur pushteti kundër kësaj proteste ka qenë se kjo protestë paqësore po tron turistët dhe po shkatron turizmin. Sot Shqipëria është zgjuar me një lajm të tmerrshëm. Një turist vetëm 20 vjeç është vrarë në Ksami në vendin ku kishte zgjedhur për të kaluar pushime. E them këtë jo vetëm për dhimbjen që sjell ikja një jete të re, qoftë ky shtetas shqiptar apo jo, po për faktin se ky model i kriminalizimit të gjithë shoqërisë është modeli që na ka sjell kjo qeverisje 36 vjeçare. Modeli i të fortit me armë në brez, me thik në brez, që nuk njeh as ligj, as autoritet, që ja del të kërcënoj qytetarin edhe për një vend parkimi, edhe për një sheslon, dhe që e shef të gjithë pronën si pronë të tij. Ky model i kriminalizimit dhe ky model ku kriminali është zoti i tokës, është zoti i malit, është zoti i detit, është zoti i vendeve të parkimit, është edhe zoti i parlamentit, aty ku e ka futur Edi Rama, është një model i cili na ka nxjerr për 80 ditë në shesh. Kam dëgjuar shumë shpesh bërtitet poshtë diktatura. Unë shoh se jetoj në një diktaturë të një forme tjetër. Diktatura e parë spisët është quajtur këtu. Diktatura e krimit në pushtet, do të thosha unë. Aty ku kriminali është ai që vendos për të drejtat tona në përditshmëri. Aty ku qeverisja e Edi Ramës e ka graduar edhe me flet nderi, e ka futur edhe në parlament. Ky është modeli që kemi sot përballë. Nuk po luftojmë vetëm korrupsionin qeveritar, po luftojmë krimin qeveri që e ka marrë peng vendin dhe na e shtrëngon laku fyt secilin prej nesh çdo ditë në këtë vend. Prandaj ne jemi sot këtu me dhimbje po edhe me forcë për ta thënë qartë se ne, pavarësisht moshës, pavarësisht gjeneratave nga vim, jemi këtu bi dhe bia të prindërve që na rritën me punë të ndershme, që na rritën duke sakrifikuar, që na rritën me dashuri